Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologu jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, shkaktojnë atak kardiak. Fakti që ushqimet e ndikojnë organizmin si asgjë tjetër tashmë është i njohur. Dieta e përditshme dhe stili i jetesës munden që të bëhen shkak për probleme apo zgjedhje të shumta në të. Ndërkohë, ndonse ushqimet të cilat bëjnë dëm zakonisht mundohet të evitohen, shumë prej tyre qëndrojnë ende në tavolinë të gjithsecilit. Prandaj në këtë video ne do t'ju shpjegojmë se cilat janë ushqimet që mund të rrezikojnë shëndetin e zemrës në qoftë se ju i keni konsumuar vazhdimisht. Buka e bardhë, ndonse shumë e shijshme dhe kudo gjendur, buka e bardhë mund të kthehet në një problem për zemrën. Kjo pasi gjatë përpunimit gruri humbet disa minerale, fibra dhe yndyrna të shëndetshme. Kështu fare pak e pasur në vlera, buka e bardhë ju shton kaloritë dhe nuk ju ofron minerale të shëndetshme, duke u kthyer në një kërcënim për shëndetin kardiovaskular dhe të gjithë organizmin. Margarina shpesh cilësohet si zëvendësuesja e gjalpit në gatime të ndryshme. Gjithsesi, pavarësisht shijes së ngjashme dhe pamjes së njëjtë me gjalpin, margarina është një ushqim i cili ka prejardhje kimike, pra prodhohet me përzierje yndyrash jo të shëndetshme të cilat munden të shkaktojnë një sër sëmundjesh. Zemra juaj mund të rrezikohet nga sëmundje si kolesteroli i lartë apo bllokimi i arterieve. Salçiçet, mishi procesuar si sallami apo salçiçet e ndryshme, munden që të jenë një kërcënim i vërtet për organizmin, duke qenë të përpunuar këto lloj mishi humbasin shumë vlera gjatë dhe janë të mbushura me kripra jo të shëndetshme. Në këtë mënyrë ndihmojnë organizmin që të zhvillojë një sër sëmundjesh kardiovaskulare. Djathi, megjithëse djathi është i rekomandueshëm dhe shumë i nevojshëm për shkak të probiotikëve që përmban, jo të gjitha llojet e tij janë të shëndetshëm. Mjekët gjithashtu rekomandojnë njëkohësisht që ju të evitoni përdorimin e plotë të djathave të përpunuar me origjinë jo natyrale dhe organike. Përmendim këtu atë që njihet si djathi i picave, i cili në qoftë se konsumohet në sasi të mëdha, mundet që t'ju shfaqë një sër sëmundjesh serioze. Ëmbëlsirat, siç dihet edhe sheqeri është një nga armiqtë më të mëdhenj të shëndetit, jo vetëm që ju ekspozon ndaj sëmundjeve kronike, si për shembull diabeti, por ai ndikon negativisht edhe tek shëndeti i zemrës. Sheqeri gjendet veçanërisht tek ëmbëlsirat, të cilat janë të pasura me gjalp, vezë, miell apo vaj. Ky kombinim, sado i shijshëm të duket, është një kërcënim i madh për shëndetin e zemrës tuaj. Ndërkohë, dieta luan një rol shumë të madh në shëndetin ton të përgjithshëm, por në veçanti ajo ndikon edhe në sistemin ton kardiovaskular. Ndaj, për të patur një zemër të fortë dhe njëkohësisht një zemër të shëndetshme, ju duhet të përpiqeni që të shmangni këto ushqime. Mishi i përpunuar, prosciutto, salçiçe dhe sallami janë një pjesë e dietës së shumë njerëzve, por sipas dietologëve këto ushqime janë të pasura me yndyra dhe njëkohësisht ato rrisin mundësinë e prekjes nga sëmundjet e këqija. Gjithashtu, kripa e cila është e përdorur në përpunimin e mishit rrit mundësinë për një infarkt kardiak dhe do bëson ndjeshëm zemrën tuaj nëse konsumohet në sasi të mëdha. Pica është një nga gatimet më të famshme dhe më të shijshme në botë, por për fat të keq nuk është edhe aq e shëndetshme për zemrën tuaj. Për shkak të djathit dhe të sallamit të përdorur në përgatitjen e tyre,
Ju mundet që të hasni probleme në shëndetin tuaj në qoftë se ju i konsumoni ato në mënyrë të rregullt. Gjithashtu, pijet dietike me gaz. Sipas ekspertëve, pijet dietike me gaz janë edhe më të dëmshme se pijet normale me gaz, pasi ëmbëlsuesit si fruktoza apo shurupi i mistrit të përdorur në këtë pije jo vetëm që nuk ju ndihmojnë të humbisni në peshë, por në fakt ndikojnë në shtimin në peshë, gjë e cila nuk është pozitive për shëndetin e zemrës tuaj. Buka e bardhë. Sasia e një shtese e cila gjendet në bukën e bardhë është e lartë dhe pasi ajo konsumohet, kjo sasi nisështeje shndërrohet në sheqer i cili ju bën juve që të shtoni në peshë, duke dëmtuar kështu edhe shëndetin e zemrës tuaj. Ndaj përpiquni që të konsumoni bukë të bërë nga drithra integrale në mënyrë që të ulni konsumin e një shtesë. Pijet energjike. Shumica e kompanive të cilat prodhojnë energjike po pretendojnë se pijet e tyre janë të shëndetshme, por ekspertët thonë se disa kimikate të cilat gjenden pikërisht në këtë pije, pasi përzihen me kafeinën, munden që të shkaktojnë aritmi të zemrës. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, rreth 610.000 njerëz janë të lidhur me problemet e zemrës dhe çdo vit ato diagnostikohen vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si burrat ashtu edhe gratë preken nga sëmundjet e zemrës për shkak të gjërave të ndryshme të cilat lidhen me mënyrën e jetesës, mënyrën se si ushqeni e të tjerë. Por sot ne do t'ju ndërgjegjësojmë për shëndetin tuaj dhe se si të dalloni shenjat që tregojnë se keni probleme me zemrën. Dhimbje në krah. Shumë burra përjetojnë në dhimbje në krahun e majt, ndërsa gratë përjetojnë të njëjtën në dhimbje në njërin ose të dy krahët. Disa gra kanë thënë gjithashtu se kanë përjetuar një dhimbje të pazakont në bërryl përpara se të pësonin një sulm në zemër. Kjo ndodh sepse dhimbja nga zemra kalon në palcën kurrizore ku shumë nerva të trupit tuaj janë të lidhura dhe truri juaj ngatërohet dhe mendon se krahu juaj ka dhimbje kur në të vërtetë nuk është kështu. Kollitje e vazhdueshme. Kollitja e vazhdueshme gjithashtu mund të jetë një shenjë e sëmundjeve kardiovaskulare. Kollitja e cila përmban gjak është një sinjal që tregon se ju keni probleme me zemrën. Sidoqoftë, kollitja është një simptome shumë më serioze siç është dispnea dhe humbja e papritur e frymëmarrjes. Nivele ekstreme dhe të pazakonta të ankthit. Disa studime kanë treguar se njerëzit të cilët vuajnë shpesh nga ankthi ekstrem janë të prirur për sëmundje të zemrës. Ankthi mund të shkaktohet ose nga mënyra jetesës shumë stresuese ose nga çrregullime të ndryshme duke përfshirë çrregullimin e panikut dhe të ankthit fobik. Disa nga efektet e ankthit përfshin takikardin, rritjen e presionit të gjakut dhe uljen e rrahjeve të zemrës. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.